Mirë se vini miq në Real People, me një pamje të jashtëzakonshme, me këmborën e dhive, të cilat janë duke zbritur nga shkëmbi, edhe nga ky shpat i malit. Edhe me Regjepin, i cili është duke sjell baktit e tij, një personazh i vërtet. Shihni çfarë pamje mrekullueshme këtu nga kodrat e Libohovës. Është magjike. Gjirokastra edhe çdo gjë rreth rrotull saj sjell mrekulli, sjell magji. Çfarë nuk kemi përballë? Shihni pa tokat e jashtëzakonshme, të punuara, të ndara kuadrate, të mbushura me gjelbërim, disa sjellin atë ngjyrën e kaft tokës. Sot dua që t'ju ftoj që të më dëgjoni në këtë intervistë, në këtë rrëfim të një personazhi të vërtet, i cili kishte dalë me baktit, po gjeti kohën për të ardhur me mua, edhe për të bërë një bisedë të këndshme, sepse ma sugjeruat ju. Kështu që vazhdoni më sugjeroni personazhe të vërtet në rrjetet sociale, edhe të bëni subscribe në kanalin e YouTube-it Flori Gjini, sepse kështu mund të më jepni suportin më të mirë. O Regjep! Po ku je o? Po hajde ose kam 45 minuta që të pres. Eja. Shini pak sa të bukur që ka baktit. Ore se mos uja në qend po. Ja ta vendos. A miserdhe. Si të kam? Mirë jeni? A e lodhë? Pa, hiqe pak apele. Shit qa sysh që më ka. Ore, ti e ke bëndar të sëllë s'ka ma dhja birazerit? Bravo. O që na i fuqe mua dhe? Gja. Pse mo? Pse more? O, putaraj mama. Ja ku jam këtu, me ti jashtëzakonshmin. Erdha deri në Libohov të takoja. Të lumë qinë këmat, e rofsh. Edhe më thanë që s'mund të ikja pa takuar ty. Bravo, të lumë qinë këmat, edhe në hapes si ti. Nga ishe njerë? Ku i kullot? Ja më këtë atë dhe kemi kullot. Si quhet kjo plaje e shkëmbit? Mali Buretos. I Mali Buretos? Po. A, pse kjo është Mali Buretos? E ki është, asë nuk e di ti. Jo, nuk e dija. Mirë. Nuk e dija se çka tjetër rreth e rrotull. Që se të ketë, Mali Dropullis, më Lugina. Dropullin, po. Luginën që e kemi përballë. Këto tokat që po përshkruaja unë, cilën zonë e kapin këto? Cilën fshat? Ka Libova me kolektorin e madh ati. Janë ato 1, 2, 3, 5 parcela 3 shëllë. Po kjo këtu është artificial? Ligjeni po artificial. Kjo është liçen artificiale. Kur është bërë kjo? Po atëre kur na erdhi një herë në veri 6 vjet a gjoshje ku diu. Nuk e kam jetuar atë kohë. Pse sa vjeç je ti? Po sa më di ti po. Po s'unë s'të dio, prandaj po të pyes. 60? Do me thënë ti ke lindur në 65. Në 65. Ku hajde? Sa baktike? Ka nga 200 sa këtë. 200 ca, a? Bravo, po i ketë këtë miksuara, 10 dele? Miksuar, jo, më dhëmë janë, 10 cjep ka më shumë, cjep. Vetëm cjep? Po pse duhet cjep? Për t'i përquar. A, pse cjapi e përqon në kopen, për t'i përquar. Ja, se dia. Ku është pamja jote e preferuar? Cila pamja? Pamja që ti rri ulesh. Ulesh e jam këtu dhe ky guri. Te ky guri këtu ulesh? Hajde në qik. Po mbi emrin si e ke? Beqo. Beqo? Po si të rasin shkurt e gjatë? Mbi emrin? Apo jo, emrin si të rasin? Regjep. Regjep, po edhe shkurt? Dhe shkurt dhe gjatë këtë. Nuk thresin Gjepi? Edhe Gjepi. Gjepi Beqo? Regjep Beqo. Regjep Beqo. Ore, pe intervistën time me atë shpëtimin. Pashmë. Si të duke? Po mirë më mirë. Qa të pëlqeva? Po të gjitha. Je djersitur. Po shumë edhe me këtë vap. Vap shumë e madhe. Shumë vap. Si ja bëni kështu kur me gjithë këtë vap që i nxjerr baktit? I nxjerr shpejt në mëngjes është. Në qa ore i nxjerr? Në ora 6. Në 6 të mëngjesit? Shumë herët. Po kjo është stani yt? Po kjo është stani strava. Këtu i mban baktit? Këtu i mban në dimër. Këtu i mban në dimër? Po. Po pse kullotën e mban vetëm të lirë? Po, kullotën. Do me thënë e nxjerr vetëm të lirë në kullota baktin, Nuk e ke me ushqim të mbyllur? Jo, s'jam në dhënë regjimi këto. A, nuk janë të regjimi? Janë kryqëzuar. Po në 65-ën këtu ke lindur Libohov? Libohov më kanë thënë, se s'mbaj më. I ke pyetur? Kam pyetur. Qa shenja horoskopit? Ku di unë? Lale më, prit. Virgjiresha. Virgjiresha je? Mos jemi bashkë. Unë jam vinjakët. O, sa mirë. E pi ke duhanin, Hapër mua, me dhe pi. Ha? Po, e pi. A, unë se pi. E kam lënë. Po këta tjerë dhe pi?
Po, pse dua dredhësh një? Eh, Nuk e pini jo. Vetëm njëri e pi, vetëm Alvini.